Përshëndetje, si që dim, kur gatuajmë në kuzhina tonë, gjithmonë bëhen pjesë dhe bëhen me pika vaj. Po tani këtu nuk mund të hedhim shumë ujë dhe unë do ju tregoj mënyrën se si e pastroj unë. Në një petet të lagur, unë do të fusi këtë detergjentin që kam bërë vetë në shtëpi, që është me ujë, me uthull dhe me fere. Do të spërkasi këtë. Kjo tani edhe këtu. Tani marr një lec tjetër të lagur dhe të pastër dhe e heqi atë sapunin. Dhe me një lec prap të pastër, por kjo është e thatë. Do ta fërkoj me njëherë që mos ngelet via. Ja, si u bë, u pastrua. Shihni diferencën e kësajt që është pa pastruar me këtë që është pastruar.